Një ujkë është kapur mbrëm në lagjën Kozle të Shkupit, ku dyshohet se mbahej ilegalisht si kafshë shtëpiake. Për rastin janë njoftuar institucionet kompetente, ndërsa kafsha aktualisht po kujdeset nga shërbimet e kopshtit zoologjik të Shkupit. Kryetari i qytetit të Shkupit, Orçe Gjorgjevski, dënoi rastin duke cilësuar si të papërgjegjshëm dhe të rrezikshëm për sigurinë publike. Ai kërkoi nga institucionet që të ndërmarrin masa dhe ta zbardhin plotësisht rastin. Mbrëmjen e sotme në një lagje të Shkupit është kapur një ujk i cili dukshëm ishte mbajtur në mënyrë të palishme me rrip dhe zinxhir si kafshë shtëpiake. Për rastin janë njoftuar menjëherë të gjitha institucionet përgjegjëse. Nuk mund të besojë që ekzistojnë individ kaq të papërgjegjshëm që i trajtojnë kafshët e egra në këtë mënyrë, duke rrezikuar njëkohësisht sigurinë e bashkëqytetarëve të tyre. Kjo nuk është vetëm papërgjegjësi, por edhe rrezik serioz për të gjithë komunitetin. Ujku aktualisht po kujdeset nga shërbimet e kopshtit zoologjik të Shkupit, ndërsa nga institucionet pres që të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme dhe ta zbardhin plotësisht rastin. Në Shkup duhet të ketë rend, duhet të ndërtojmë një shoqëri më humane, më të sigurt dhe më të përgjegjshme, ku ligjet vlejnë për të gjithë dhe kafshët trajtohen me kujdes e jo si objekte për abuzim, ka shkruar Gjorgjevski. Federata Shqiptare e Arteve Marciale Mikse ka marrë pjesë nga data 7 deri në 10 maj në kampionatin ballkanik, i cili u zhvillua në Beograd të Serbisë. Federata njofton se ka përfunduar me sukses pjesëmarrjen ku ekipi shqiptar zhvilloi paraqitje shumë dinjitoze dhe arriti rezultate të rëndësishme në arenën ndërkombëtare. Në këtë kampionat morën pjesë mbi 150 sportistë nga 12 shtete dhe ekipe ndërkombëtare, ku u zhvilluan mbi 120 ndeshje zyrtare. Ekipi shqiptar ka arritur të fitojë 4 medalje gjatë këtij turneu. Alkeo Bici ka marrë një medalje argjendi në Youth A, 65.8 kg. Jorik Daci arriti të siguronte Shqipërisë një medalje bronzi në kategorinë junior, 70.3 kg. Renis Hysa gjithashtu mori një medalje bronzi në kategorinë Youth 67 kg. Noel Ndrecaj po ashtu u largua nga turneu me një medalje. Ai mori një medalje bronzi në Youth 72 kg. Gjersi Aliu në debutimin e tij ndërkombëtar arriti të merrte vendin e 5 në Youth A, 65.8 kg. Përtej rezultateve sportive, kjo pjesëmarrje pasqyron vlera të rëndësishme si disiplinë, respekt, vetkontroll dhe sakrificë, element thelbësor për edukimin dhe formimin e të rinjve shqiptar. Shqipëria vazhdon të ngrejë flamurin kuqezi në arenën ndërkombëtare të MMA.